ka ndodhur që edhe këtu mas, se këtu keni ndërë gjatë, që të burgosur të ndahen me ju të takohen sepse do dalin jashtë. Po, shumë herë. Ju të shmendon në atë. Shumë herë. Ti më si me da shpjegu se është pak e po besush, po edhe hasmen, që ose ki hasmen, futën në burg e kemë rrupun me ta. Jo ma me pa një njërit mirë, një njërit që ka vuj, një njërit që ma drejtësesh në burg, a janë thënë edhe dy feshat. Njësi e mirë kur shato ka del jashtë, njësi e keni si nuk del vetë. A logjikshme. Ja, ku del lon këtu, e hena nga e Marta, e premtje nga e shtuna. Si? E hena nga e Marta, e premtje nga e shtuna, e djelen nga... E hanja me të hanën, se i kena veprimet në orë ndryshme, asë gjë tjetër. Do me thënë, e hena... E hana me të hanën tjetër, për shembull, që t'javë i kena veprimet me një orë të caktuar. Javën tjetër kena me një orë të caktuar tjetër, asë gjë tjetër. Ndryshojnë programi ju editor? Po. Ndryshojnë vetëm në orare? Vetëm në orare, vetëm kjo po pak pa, asë gjë tjetër. Shko që më ndëshu, se jeta jo është e vazhdo, këtu është jeta vend. Ke parë vetëm në... Ose ne ndër, pa të thash njërë brenda, po që nuk je në burg. Ndel. Në andra këmë pa vetëm me Berishë, nuk ka bëjnë gjiro. Andra e... Nuk... Normal si se andra, no? Ato andrat familjarë, ata e në më të dhingshme. Ku ishe fëmijët, ku ishe vlezët, motrat, nipat, mesat. Ku ishe prendë që si kje. Aja është të dhimshme, janë sinqerë. Tani, përfitërëm për momentit i dole në këto. Çështja u jashtë. Në raport me atë pjesë që ishe dje. Që të ndryshonte. Vore ta sheshe në shoqni. Unë e sot kam... Do ishe ja u djeshëm. Mirë, se në vore se qështë e thuj jo, se qështë e njohën e johën edhe qështë përshkujnë tjertë, ndallimi se ditë me natë, kur ke najti më shefën, kur ke najti narrativ. Jeta njeriu të shetë diçka. Ka njerëz që jetojnë sot në këtë botë që ata mund të kenë shkatruar pjesë të rëndësishme të njerëzimit, mund të kenë bërë vepra të tmerrshme dhe mund të vdesin lavdi. Ti kështu e mërojsh, kupton jo, ti ke vrarë, thonë, ke qenë të vrasja Zemajdarit, bile gjukata ka shmuar që ke vrarë, 2 vrasjet e tjera e gjitha, dhe mund të kemi një jao tjetër, mund të jetë jao tjetër komplet, por në fakt ti jao njoj njerëzit. Tani, e lek të jao. Jao i djeshëm kysh, duam, zduam ne, është ky, me Zemajdarin. Si vendos gjukata? Si ka vendos gjukata. Qo se në shë gjukata? Si ka vendos ligji, ligji ka vendos shumë. Pra, tani ti dole, bevas, ndryshoj një gjithë dhe dole. Si do sileshe me jaun e djeshëm? Qa do bënje me te? Qa do bënje në liri? Jo këtu. Qa do bënje me këti jau? Si do sileshe? I takot shkumes. I takot shkumes, të kalumes. Do me thënë atë jau ti? I takot kalumes. Ishte i shkori. Jeta vazhdo për para. Si është të kesh miqë? Po, e dyta, unë jam i vetëdijshëm, i ka para gjykime për shumë gjana. Të pakten, s'po thëmë tim njef, ose kamera mëne, ose ndikosh. Janë administrata këto që dhe gjithë. Janë administrata që janë të. Unë thash, misht e fëmëris... Voton ti? Misht e fëmëris i kam edhe sëtë. Dakor. Pa të këshenë si kam edhe sëtë, unë si kam edhe sëtë. Për mu ka rëndësime më njoftë familjarët e mi, misht e mi, i tjërë. Së një hek pa e gjykimin, po... A këta e thua dhe nga që... Së mund të jetë ndryshe. Po së një hek unë... Ti e the një gjithë bukur të një, the këtë që jaua dje... Po... Do jetë më të unë. Do të shikosh jetën kretë ndryshe, jo si shtë të vijim. Gjonat ishe më yushe. Ishe dhe 21 vjeç, 22 vjeç atë. Sa vjeç ishe ti? 21 vjeç atë ju. Sot ki dëdërime tjera si e familjare, vlezët e nive, motra, mesa. Tani, si është të kesh miq në burg? Si janë ata në raport me miqt jashtë? Miqt e tu në burg? Unë së përzijem fort, pak miq kam, po,
Unë ja kalej shumë mirë me ta. Pa mërësysh për çfarë arsye është ndoshta me unë. Unë ja kalej shumë mirë me ta. Mirë. Pa mërësysh për çfarë gjëra janë se s'pa gjykoj kërkon as. Kam drejtë pa gjykoj. A vjen kush për vizitë te ju? Ja, unë vërtet s'kam as kam marrë. Më pashën 2 persona, si kam njerëz të mirë. Harjanë e tjerë. Afër më? Ka 5 gjithë se s'lan kanë marrë. Çfarë të bën përshtypje kur ndjek televizorin? Ka shumë gjëra të ndryshme përshtypje, të jam i sinqert. Po hipokrizia e madhe. Ha? Hipokrizia e madhe. Televizioni, se televizioni ka. Në përgjithësi, unë tona kanalet, so i njeh këtona, ha? I ndjek gjithë. Po, i njeh gjithë. Emisionet, hipokrizia e madhe. Edhe emisionet e gjitha. Njerëz për shembull ose politikanë ose artistë ose mika flasin e ka shumë për gjëra se Petina e popullit thjesht e dy. Ai s'ka këshime ty në pallat e tij se çfarë pasuni një kjetë. Ose ç'është e bën ti, ose sillesh ti ose. Aja, unë thash, unë më praktikuar më dikush jashtë për shembull. Domethënë është një gjë tjetër thua ti nga jeta, nga ata që shfaqen, ato që ne shfaqim, jo, mos e keni të drejtë. Se ne punojmë aty kur i shoh disa ka flasin. Duhet ta dëgjojmë tjetër. Kur i shoh disa ka flasin aty, habit nëse që të më thua, vetëm aq më nko ai si e pshat në mëma. Kur e disin vërtetën realitetin tjetër. Është fakt unë kisha ti e ke diçka të emisioni aty, ha? E ke në thonjë të bukur të emisioni po fillim. E kam atë. Thuaj vërtetën sa është. Është vështirë shumë. Është gjë më vështirë. Do me një emision si është, e kuptoj se pse ka bën emisionin ku nga. Tani unë kisha përgatitur pyetjen që si ndihet njeriu kur vret dikë, po ti nuk pranon asnjë nga as këto 2 të fundit, nuk i pranova, edhe pse të kanë ndonjë gjë vetë këta. Ju kanë ndër këtë tjetër. Unë atë natë që më plagos, kanë gjujtë më mbra. Edhe do të kënë janë që së thëmë unë e s'kam gjujtë më mbra. Edhe unë kam gjujtë më mbra ata, se kanë pritë. Ata si dulen pritë, edhe unë e gjujta. Edhe ti gjuhet e për të vrarë? Njej me mbrojt... Po shëndje njeri u? Njej me mbrojt vetën e vetë, familjen e vetë, rrethën e vetë shështor, normal. Jo, të vetëm tani se tani ti ke një qetësi, sigurisht dhe njeri u ambientohet. Sikur mos mundeshim të ambientoheshim në këtë botë, ose sikur mos ishte edhe aresa, ndoshta nuk do të ishim, ose ndoshta do të jetonim shumë pak. A ke marrë ilaçe? Me një ilaçe për gjumë? Ja, absolutisht. S'ke marrë asnjëherë? Unë marrë streng veprime. Si mjes, si ndrek, si ndark, si në ushqim, si në... Çfarë mendon kur sheh në televizion për shumë po themi pjesëtar të familjes së Azemajdarit? Keshardhe për fëmijët e tij. Keshardhe ndoshta me vetdi, ndoshta pa vetdi për përdorur politike. Në një moment caktuar. Në një moment caktuar kur ata shkojnë me kujtue babain e tyre, me përdorur politika. Është gjëna, sinqerisht është gjëna. 15 burg, ç'është gjëja më e mirë që mund të ketë ndodhur këtu në burg këtu? Nëse ka një të tillë gjithmonë, ëh? 15 vjet. Ç'është gjëja më e mirë? Zgjedhjet e 2011 në Tiranë. Ç'është në 2010? Po, fitoi me 10 vota edhe. U fitoi Drama me 10 vota, po. Ai fitoi, aja morën atë forcat ta mu, po. Ajo ngjoj e bukur. Kurse kështu të përditshme normale do të shkosh. Sa e flas me vajzat e mia, sa e flas me vllazët, me nipat, me mesë. Dramën. Po jo me Partinë Socialiste. Ne po tani se përderisa do që fitoj me 10 vota ai. Më fal. Mo vonë Benin jashtë bën blushe, do të më dhjesh edhe Benin. Po që ta drejtuesi. Në që ta drejtuesi ka pas pasaj. Janë të mirë. Unë e mendoj, ndoshta unë jam i gabuar, ha, unë jam brenda, ju jashtë e shënë që na ndonjë gjë. Do të më bëj diçka. Plus ka diçka ju lloj. Para shumë vitesh kam fol me vajzën, edhe e fortë është se thënë vajza du marrë në Tiranë, nuk thënë du më shku në Tropoj, po du marrë në Tiranë. Thash pse? Tha po Tirana e bukur. Tirana e bukur. Të paktën Tiranën e bane. Të kesh me banë të paktën gjysën për këtë vend, ja vle. Pyetëm situata me këndshme që
një situatë të këndshme nëse ke padur, më thatë? 2011 pra, kur fitoj edhe vota. Po më pa këndshme? 2005, kur erdhi Sali. Ki fitoj Saliu? Saliu në ke, dhe më thënë. Ja, në pozicion dorë Salin e futin burg. Ata se më njohin e dinë se unë më thënë vërtetën. Ose më Me pa dorë ti Saliun e merr e sjell në këtu. burg. Ja bëjmë jo dhoma. Ndrohesh me të? Jo, absolutisht jo. Ja, se dhoma jam. Jo, nuk po them po. Ja, jam kujdes për dhomën shumë. Edhe dhoma jam është shumë e mirë për ata. Po për dëshirë e futin burg. Domethënë po të sjellin Saliun. Kupton drejt, në po unë asnjë personale s'kam me ta. Sinqerisht asnjë personale. Se unë ja di edhe trimnin, ja di edhe vojarin, ja di edhe sinqeritetin, ja di edhe ka diçka ju dhe. Pavarësisht se çka ka bënë, çka ka thonë ai Kumarmiri, unë Kumarmiri familjen time ai ka respektuar. Stagjishën tim, Salimonin e parë. Ka qenë braktori i Krasniqës. Baraku Krasniqës. Ka qenë deputet i parë në 44-ën. Në fotografi që janë, që i kanë nxjerrur në radhën televizore, pa? Është i vetmi person deputet Parlament 44-ës me pjesë garë. E ka dekoruar Sali Berisha. Shpinë ku o bon, konferenca e Bungerit e ka përmend disa herë. Shumë asë gjënë personale me ta. Natyrisht. Pa llogaritë se unë kom pas njëftësi me familje tije, me djallë tije, me djemë të vlajtë, shumë asë gjënë personale, aso në familjore, aso personale. Po, a do me pa në burg? A kishe si nërzubi? Do me pa në burg, Salion, dhe të Normal si kom qëtë. Ta kishe këtu? Isha këto është në e vësë në ta burg. Shdo ti, shdo të bëjnë? Jo, isha këto është, e ke po. Dhe ishe kënaqe, Unë nuk e shakën Qa do t'i thosh? Pavarësisht se artist shumë i mirë, Argen Lagën, nuk e shakën. Kur është ba me konë Sala dikon, ka flet, unë njekë Salën e Lagën e Grune. Në mënyrë hipotetike të themi, ja, sikur të ndodhe se nuk do të ndodhe vrasja dhe ju nuk do të ishit në burg, si do ishte jetë juaj? Do ishte aji jauaj 21 vjetëve apo? Normal, njërë do t'im në shumë. Ndryshon. Një libër me lexuar, mëso diçka nda. Do njerë mendja njerëzore beson të mrekullia. Endrat shojmë shpesh të tilla. Dikush vjen, hap derën e qelis dhe thot dil jashtë. Çfarë do bësh? O, të mrekullia s'besoj. Po themi, erdhi e hapi dikush. Po të përgjigje, bro. Unë besoj të mes të mi. Të miqt. Ke shumë të tillë? Kam, mjaftu shumë, kam edhe thash diçka, unë kam, rrulli kam mes, ata si kanë fëmijë me ta. Kam mes ata si kam pas shkollë në gjimnaz. Ata si kam pas në punë, ata si kam njohë gjatë punë, ata si kam njohë sa kam najti më shefën. Edhe për mu mjaftojnë ata. Kush të vinë gjatë rrugës, mirë se ardhë. Po, e supozojmë se ti dole se që nuk... E përfiturojmë për një moment këtë në hipotetike. Qa do veprimi pari që do bëjë? Besoj me taku familjen të. Përse është jona më rësyshme. O ma logikshme. Përfiturojmë, thash, të zërë me kuptu, po... Ja, jeta jonë është e mbushur me... Ku je premë dhe... Jeta jonë përveç të mirave, gjithë është e mbushur dhe me gabime, me faje, me... Normale. Puna me përmërësu gabime, nëse A po do gabime t'i tjera. kërkosh falje dikujt? Gjithë ata si kom lëndua. Me dije, pa vedije, gjithë ata si kom lëndua, i kom kërku falje, jo vetëm në këtë rast si ka flasim bashkë, po në shumë raste. Çfarë është gjëja që të dhëmë më shumë dhe për të cilën ti do të doje të ishe patjetër jashtë? Ka momente ku flas me vajzat pa. O rrëdhen pa konë në prezent në asë një moment. Në këtë momente ti do të doje të ishe patjetër Diskutuar, jashtë. ku janë ditëlinje, ku kanë ato fundin e vitit shkollës atje, që i organizojnë, atje i organizojnë përgjithësi, kur mojnë të ftesat dhe kur mojnë ato. Do të doje të ishe. Normal. Jo gjithmonë jemi njerëz të fortë. Jemi qenë adopta. Jo vetëm për arsyen tuaj, të burgimit të përjetshëm, por edhe për gjëra krejtë rëndon, pa kemi parë në këtë botë që ka shkuar mendja shumë njerëzve, një pjesë të madhe të popullsisë kësaj bote, i shkon mendja edhe për vetë vrasje.
për të vrarë veten. Ndeshmërisht ju ka shkuar. Absolutisht. Ë? Absolutisht, jo. Sikur ta di se e marrë burgin komplet. Se she mund. Absolutisht. Se ti duhet të jesh njëri shumë i fortë. Po tash kom ndaj personalitet, po pa fëmijët e mi, vllazët e mi, nipat e mesat janë rritje në basa. Jo të shkosh. Botrat e mia. Kupton drejt ajo, kupton drejt ajo. Shkon se sot njerëzit vetvrasjes konsiderojnë njerëz shumë fortë. Ja. Jo, unë kam mendon tjetër. Jo, unë kam personal, mos ta unë kam gabim. Ai si shkon vetvrasja një i dobët. Jo, në fakt, i konsiderojnë njerëz të fortë. Jo, ka dilema për këtë, por diskutim madh, po. Unë e mendoj se një i dobët se nuk do më përball me çdo çanall. Ja, jeni njëri i Zotit, besoni? Shumë besimtar praktikisht, po besoj. Nuk praktikon, nuk e praktikant, po besoni një botë për teme. Unë besoj se njëri vetë e bën çdo shka për veten vet. Po nëse do ta kishim të botë, çfarë do korrigjojnë aty për shkak? Ja u vajti te. Dhe unë më gjen dhe mua atje për shkak se mund të gjitha tjetër. Marrë edhe doktorin. Dhe takojnë dhe doktorin aty. Ta zëm se shkuam në atë botë atje. Çfarë do korrigjon ta jau? Sa dush, ka gabime sa dush një jetë. Sa dush ka gabime një jetë. Mosha, pa provoj, pa normale. Tani një edhe i veprojmë si bën gjatë ditës, nesë në darkë me na, a mos ki bën të çka gabim. Jo, tani, ne do ta përmbyllim këtë intervistë. Unë dhe grupi Gjirimit do të largohemi nga këtu. Sigurisht ju do të keni një gjë që t'ju ja thoni njerëzve, ndonjë të cilën unë nuk ja pyeta, apo ndonjë gjë që nuk di ta pyes. Konkretisht për çka për shkakun? Për ngjarjen. Për ngjarjen dhe për gjithë çka tjetër. Për ngjarjen çfarë ti do të thuash? Çfarë do të thuash? Për ngjarjen nëse do në mes bardh, ta hetojnë, kanë mundësi. Ta hapin, ta hetojnë, kush e nxorra zemrën, pse nxorra zemrën, kush u bën shkaktari i vdekjes tij. Jo më fajtova prap të më dënoj mua. Unë shumë e tham hapën e më zgjedh mua. Kjo tani... Të me sinqert, mas 15 vjeç, edhe fort për shtypje nuk bëhet, të me sinqert, 15 vjetë burg, domethënë nga nik 15 vjetë. Qoftë edhe me konë ka punë atje të shpia tokën, jetë është edhe aja. E mirë, e keqe, me hallë, me probleme. Aja jetë. E ti 15 vjetë jetë, për çfarë vlerë ka si ta po fajsinë që desh, ose thotë si vrasë. Ku e din tanë, i madhe i vogël, s'pa thëmë tjetër ku, në trabajon dhe din tanë, që nësë qëmë autori vrasës. Në që se dhe kanë posë, pas tërti, tanë ata si kanë deshtë të zemën. Tanë ata si kanë full nemën të fajsisë, ta zbardhen, ta hetojnë. Dalin kush dalin e prapë vrasë, të më dënujnë prapë. Le të besojmë që sa do pak ne kemi ndriçuar. Ja Salin, ngjarjen, që është ajo me zemëjdarin. Po dhe, si thua, një pjesë, kemi ndryshuar pjesë të jetës tonë, të sa do pak, të shkuarës tonë që me fund të fundit është jeta jonë. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua. Falenderoj së të tjilë të janë. Edhe uroj që dikujt i shkojnë me të jetojnë. Jo me më zirë mund të fajshëm, asë me më zirë mund të fajshëm. Thash mund të më dënojnë. Po, të na mundësit i ka edhe pe kësaj bisedën, qofse na kena thonë diçka që i interesa dikujt. Qofse edhe pe intervistë i ka thonë i zete. Ti mojnë ato që duhet me i marë. Ti vërtetojnë ato, ti vërtetojnë të mija. Ka full vllai Fatmia në intervistë për gazetën Dita. Ti vërtetojnë edhe fjalët ati. E ta zbarën nëse do me zbarë. Jeta nuk është aq e bukur dhe aq e trishtuar sa e bëj. Isha me Ja Sali, në një jetë tjetër sigurisht, në jetën e një izolimit plot dhe pa idenë që nesër kjo jetë mund të jetë ndryshe.
Nuk është një jetë e bukur, sigurisht. Po duhet me jetuar. Është një jetë e trishtuar, po edhe jo aq e trishtuar sa e bëjnë sepse ai vazhdon të jetojë jetën e vet.